Edhe pse nata e mbrëmshme ka kaluar pa intervenime nga ana e njësisë së zjarfikësve të Tetovës, sa i përket shuarjes së zjarrit, megjithatë zjarfikësit kanë qenë në terren. Sipas informacioneve tona, mbrëm pas mesnate në Tetov janë larë rrugët nga ana e njësisë së zjarfikësve të Tetovës. Sipas informacioneve në terren kanë qenë 7 cisterna të mbushura me ujë, të cilët kanë larë rrugët më të frekuentuara në qytet, siç janë bulevardi Linden, bulevardi Liria si dhe rruga Dervish Cara. Nga njësia e zjarfikësve njoftojnë se aksioni i këtillë është ndërmarrë që të pastrohen rrugët. Bëhet e ditur se ky është një kontribut i vogël që të ketë një ambient më të freskët në këtë periudhë kur ndotja është në nivel të lartë. Nëse s'ka zjarre, nuk do të thotë se ne do të rrim duar kryq, por gjithnjë do të jemi në shërbim të qytetarëve. Iniciativa e këtillë është ndërmarrë pasi që kohëve të fundit përballemi me ndotje të ambientit. Larja e rrugëve është që të kemi një ambient më të pastër, thonë nga njësia e zjarfikësve. Sipas tyre, kjo iniciativë është një mesazh për qytetarët se ne jemi në shërbim të tyre dhe iniciativa të këtilla do të ketë edhe në të ardhmen gjatë kohës kur nuk ka intervenime gjatë zjarreve. Ndryshe, gati se një muaj, Tetova me rrethin krahas mjegullës së përhershme përballet edhe me nivel shumë të lartë të ndotjes së ambientit.